Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe pak të flasim rreth surës Isra. Një prej gjërave vëllezër që na mëson surja Isra është edhe e pjesa e qëndrueshmërisë dhe mos lejimit kurrëherë të mund të asnjë ndikimi nga fjalët dhe zhurmat e të tjerë. Andaj o inkedu le yeftinunake. Një prej gjërave vëllezër që e synonin Kurejshët ndaj pejgamberit alayhis salam është joshja e tij, është parafrimi i tij. Ose si më thon arritja e qëllimit që sa do pak mund t'ia zbusin atë pjesën si më thon të ligjërimit, atë pjesën e angazhimit, atë pjesën e synimeve të tij, atë pjesën e diskursit politik që e zhvillonte ose që e paraqiste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ani u inkedu. Shifë subhanallahu domon vazhdimsi angazhoheshin, në vazhdimsi punonin, në vazhdimsi përpiqen domon që t'ia gjejnë dobësitë pejgamberit alayhis salam. U inkedu li yeftinun ka anilladhi wa hayna ilayk. Shifë subhanallahu domon çfarë angazhimi kështu, ato i papërshkrueshëm. Domthon angazhimi i dendur që ta kompromitojnë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Që t'ia zbusin qëndrimet apo që t'ia vjedhin parimet, që t'ia lakojnë rrugën. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litaftari 'alayna ghayra. Domethën qëllimi i tyre ishte që pejgamberit të lëshojnë pa në qendër. Bona çka është qendra? Për atë që folëm më herët në ligjëratat e kaluara. Tauhidi, ideali, qëllimi kryesor apo. Ato dëshironin që ta zbusin pejgamberin. Apo që ta korruptojnë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Litaftari 'alayna ghayra. Wa idhan lattakhaduka khalila. Nëse ti do të bëje kët, ata do të merrnin për mik. Këto vëllezër si më hanë nxirrin pa vlerën e shokut të mi. Le të mundohemi në Ramazan, domthon të rrim ata njerëz që ja vlen shoqërimi. Kupton? Domthon secila ditë e Ramazanit të jetë diçka më ndryshe, kupton? Domthon vazhdimsi përfitojmë për atij. Jo vëllezër të rrim ata njerëz që na mbusin, ose që na mbushin me negativitet, e që na minojnë, kupton? E që na përçojnë se energji negative. Wa inna lattakhaduka khalila wa laula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Pastaj shumë e rëndësishme kjo pjesa. Domethën sa është kështu çështje, si më thon, jetike, qëndrueshmëria dhe mos lejimi ndikimit të fjalëve dhe zhurmave të tjerëve këtë rrugë. Qëndro besnika kupton. E ka dhënë amanetin, e ka nënshkruar beslidhen, e ke qartë rrugën me metodologjinë të hapat, hartën, domthon navigacion në kështë mëro, ma qëndron besnik, mos u thyej, mos u përthyej, a kupton, mos i dëgjata për rreth. Qëndron staj, u inkedu le yastafizuna, prap, u inkedu. Shifë dhe më hanë, si më thana, e pesha e madhe që e kanë fjalë. Ata për pak dhe më hanë sa rretën ty të bindin që të largosh nga vendit. Si nëpërmjet fjalë, nëpërmjet shpifjeve, nëpërmjet kërcënimeve, nëpërmjet, si më thon, njerëzve, nëpërmjet mjeteve, nëpërmjet lekut, nëpërmjet o inkedu le yastafizunaka min al-ard. Dhe shumë e rëndësishme kjo. E gjë tjetër që na mëson surja Isra është namazi natës. Namazi natës edhe Kur'anin i folëm gjëra për Kur'anin dhe njeriu. E për gjërave që na mëson surja Isra wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Namazi natës dhe thyrja e zakonshmërisë siguron stabilitet. Namazi natës më ndryshe me ambientin edhe me atë hapësirën e Ramazanit. Vetëm për vetë me Allahun e mëndshëm. Është ndjenja kupton e papërshkrueshme. Ato si më thon rrezaton burimi i vullnetit, e qëndrueshmërisë, kupton, e karikimit, e energjizimit ton. Pikërisht më tek namazi, o min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Një muaj kupton unikal. Me namazin e natës për brenda. Allah, ku ka më mirë subhanallahu. Domethënë siguron stabilitet. O min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Allahu shkëtet te sura Muzammil, ya ayyuhal muzammil. A don pozita të larta. A don shpërblime, domethënë fisnike. A don gradim. A don dallim nga të tjerët. Qum al-layla illa qalila. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخلني vëllezër hartëranësisht me vazhdimsi me qenë domon mbikëqyrja e pranisë Allahut azza xal zemrat edhe synimet tona. Këtu janë pak a shumë disa prej meditimeve tona, do mundohem vetëm në një ligjërat t'ja bëjmë një lloj përmbledhje shkurtimisht edhe në këtë mënyrë
këtë seri kurtuar Ramazanit ta përmbyllim. Ju rujt i madh Zot e faleminderit shumë.